Nëse mbrëm në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 kishte një lloj afrimiteti në krevat të Albës dhe të Limit, sot në mëngjes kishte një lloj heshtje dhe një lloj distancimi. Disa e shikojnë si një lloj qasje dhe si një lloj tentative ndoshta të Limit për ta aktivizuar Albën në lojë dhe për ta vënë në atë presionin e lojës që t'jap ajo më të mirën edhe të luftoj për çmimin e madh, edhe pse kur u pyet nga Alba pse je kështu si i tërhequr, pse je më pak i përfshirë, ai për disa të herë ka treguar dhe ka bërë me shenjë që ndoshta nuk po paguhet aq sa mendon që e meriton nga produksioni, edhe kjo është e kuptueshme dhe është parë si një lloj strategjie produksionit për të futur Limin, për të trazuar ujra, siç i ka bërë fillimisht me Dolçen që e la shumë keq, nga ana tjetër tani më këtë raport me Albën, e cila duhet kuptuar ndjesia saj, sa ajo shpreh që un kam ndjesi dashurie për Limin dhe nuk kam ndjesi loje për dashuri për Limin, dhe vetë Instagrami i Albës, ata që e menaxhojnë kanë bërë në një reagim ku i bëjnë të ketë një lloj stopimi edhe në linçimin e fjalorit apo edhe të një lloj degradimi që është bërë këto ditët e fundit për këtë situatë ku gjendet Alba me Limin, që e shikojnë si një lloj skenari apo ose që ripërsërisin për shkrimet që kanë për Albën, që e quajnë si një femër që ka nevojë për një kim, që ka nevojë për terapi, që ka nevojë që të dal nga Big Brother, që nuk ka nevojë për Limin, që është një femër që është e fiksuar me një manjake, ndërkohë loja brenda shtëpisë po vjen drejt fundit dhe sigurisht që këto situata do t'i përplas banorët. Nuk e di nëse qëllimi realisht i Limit është për të nxjerrë Albën keq dhe për ta larguar atë nga çmimi i madh, apo për t'i dhënë një shtysë dhe për ta afruar atë drejt çmimit të madh, edhe pse në publik duam apo nuk duam, Alba është ajo që e ka mbajtur këtë Big Brother me të gjithë situatat e saj, edhe pse ka një lloj mospëlqyeshmërie për situatat ku ajo pranon çdo lloj dhune, si fizike, si verbale, si çfarëdo lloj gjëje që i bën Limit, dhe është si një lloj skllave apo si një lloj femre që i nështrohet një dashuri e cila është e fortë, është sfiduese në një format si Big Brother, por nga ana tjetër tregon edhe një qasje, edhe pse në Prime dy opinionistët u shprehin që nuk është shembull për të ndjekur. Ka shumë pikpyetje Alba, nuk arrit ta kuptojë se është realisht kaq shumë e dashuruar me Limin apo thjesht ka një lloj imagjinate në kokë që ajo duhet të bëjë këtë situatë, duhet ta përjetojë në këtë mënyrë Big Brotherin dhe duhet ta transmetojë tek të tjerë të tillë ndjenjën e saj, dashurinë apo dhe plagët që ajo merr nga një lloj situate që nuk i shkon në rrjellat ku jo do, por sidoqoftë Alba dhe Limi mbeten dy banorët më të komentuar dhe që po japin situata. Shumë është thënë që Limi do të lërë të premte shtëpinë, u tha që do ta linte të hënën, mbetet për të parë se gjithçka mund të ndodhë në një format si Big Brother që paguhet. Kjo nuk është ndoshta e drejtë, se banorët aty duhet të jenë të barabartë me njëri tjetrin, por kur si klikime, pastaj është gjëra që futet matematika, interesi e gjithçka tjetër. Kjo nxitje që ka Limi ndaj Albës, që ndoshta po e shtyn në debate apo po e shtyn që të riaktivizohet, mund të jetë e mirë, pasi Alba duhet të mos humbasi dhe atë peshën që ka për debate, se situatat i kap shumë mirë, siç ishte ajo që deri diku mendoj që mund të jetë një variant i kësaj ngjarje që ka të bëjë me treshin për sheshin, pra me lëndrimin me Klodin dhe Elionu, ku sot paradite Lëndrimi dhe Klodi kishin një diskutim që arriti edhe në tone, ku Klodi e lëshoi gojën duke i thënë që ti e ke vuajtur këtë raportin ton, përdori disa emra dhe disa epitete për të specifikuar marrëdhënien që ka me Lëndrimin, e ky i fundit po ja përplas në fytyrë që ti e ke përdorur Benitën, ke përdorur Elionën, të ka konvenuar kështu, edhe pse shumë përflitet që ka pasur një puthje. Edhe pse shumë përflitet që ka pasur një puthje midis Benitës dhe Klodit pas partit të shumë diskutuar. Benita ja ka bërë me dije me anë të disa shenjave dhe me disa nënkuptimeve banorëve, ku nuk ka transparencë, siç e thashtë edhe në videot e fundit. Ajo parti ka pasur shumë gjëra që nuk u transmetuan në sytë e publikut dhe pikërisht ndoshta shlën për një moment tjetër për të dhënë një goditje, a për ta çuar Klodin në finale apo për ta nxjerrë nga finalja
kjo mbetet për të parë në varësi të videos që do të përdor produksioni për të shtjelluar dhe për ta hedhur si një lloj bombe brenda një loje, por sa i përket pjesës së Klodi dhe Elionës, realisht nuk kam një nerv për ta komentuar pasi më duket shumë e stisur. Interesante do t'jetë tani, a do t'i mbajnë qëndrim njëri tjetrit, a do t'jenë rival për një vend në finale, pasi dhe finalja po vjen dhe rrethi ngushtohet. Deri diku lëndrimi ka simpatin më të madhe në publik, janë bërë viral të dy, këtë gjë pa e tregon dhe producentja me viralitetin që ka shkuar dyshja Lëndrimi dhe Klodi në përbotë, dhe sa i takon figurave publike janë pro Lëndrimit dhe unë jam pro një fituesi si ai, se ka energjin, është një djalë i ri, ka treguar empati, ka treguar që është një meme pa diskutueshme, energjia e mirë, është një lloj solari kur zgjohet në mëngjes që kërcen, bën debate të mira, nuk ofendon, nuk shan, nuk përdor dhe një lloj strategji të keqe, thjesht ndoshta besoj ka kuptuar tani vonë që është një potencial i mirë për ta fituar, dhe kjo gjë e ka karikuar dhe e ka nxjerrë më në pa lojtarin që ai është, me analizat, por edhe me debate që ka me banor, qofte me shokun e tij në lojë ku ja thotë të vërtetë dhe nuk ka ndonjë ndroje apo dhe nuk ka ndonjë peng, gjëra duhet të thuhen sa janë brenda Big Brotherit, dhe kur dalin nga aty sigurisht që do të mundohen gjithsecili që të mbajë ende atë famën që vjen nga Big Brotheri. E sa i përket nominimeve, për herë të parë kemi 3 banorë që nuk kanë ndonjë peshë të madhe në ato format, janë motrat, është Labinoti i ri dhe kushtrimi i cili për çudi ka hecur kaq shumë gjatë, dhe nuk e di nëse nesër mbrëma do të ketë darkën të nominuarve, pasi besoj interesi nuk është aq shumë i madh i audiencës, edhe aq shumë e atyre që e ndjekin dhe e komentojnë Big Brother në rrjetet sociale, se nëse do të ishin përfshirë disa personazhe të tjerë, sigurisht që mund të ishte interesant, por mund të shikojmë edhe një dark që mund të jetë konstruktive, me pyetje dhe me përgjigje të mira, dhe një lloj niveli ndoshta më me qetësi, më me normalitet dhe më me pas strategji, apo me një lloj tendence për të kapur primin, se deri më tani janë 3 personazhe që janë të qetë përfshirë, përveç Labinotit që ka qenë dhe është më aktiv se 2 banorët e tjerë, se motrat një banor dhe kushtrimi i cili më së shumti është komentuar në rrjetet sociale, që është një banor që flej gjumë, konsumon bira dhe këndon tek ndonjë këngë, por duke u mbetur sërish tek raporti që ka Alba me Limin, nuk e dim nëse do ta hedhi Alba siç hodhi Dolçen, se ai zjati me Dolçen gati 2 javë, dhe me Alban ka pak ditë që është afruar, dhe videot e tyre në rrjetet sociale Instagram ku e forkojnë njëri tjetrin, një lloj narcisizmi që pëlqen shumë të trajtohet nga femrat si një lloj sultani, dhe që për disa Alba si një lloj sklave që bën gjithçka për Limin dhe e shikon atë si një zot, edhe pse kjo është shumë e gabuar. Por sidoqoftë, ai është Alba, siç u shpreh dhe persona që menaxhon Instagramin e saj është Alba, dhe ndjesitë e saj e ka reale dhe e tregon veten 100%. Shikojmë nëse do të arrijë Alba që të fitoj Big Brotherin, do të arrijë të fitoj edhe për ta hequr ndoshta të keqe, nëse ajo do të arrijë ta perceptojë dhe ta kuptojë si të keqe, apo ndoshta është një e mirë në jetën e saj Limi. Por kur i shikon në këto situata kaq shumë brutale, siç e gjuan me bluze, që ngacmon, që e kërcënon, deri diku është një marrëdhënie shumë toksike, një nga marrëdhëniet ndoshta më toksike që ka pasur formatet të tilla si Big Brother, por që kanë interes për të ndjekur dhe për të komentuar. Kjo shikohet dhe këtë gjë nuk e mohojmë. Do doja të dija mendimin tuaj për gjithë këto situata dhe për të gjithë këto polet që kanë rizgjuar dhe janë hapur në shtëpinë e Big Brotherit, por më kryesorja është edhe të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.